Horoskopi ditor 20 mars 2026. Dashi. Sot rrethi i fatit rrotullohet në favorin tuaj. Dielli hyn me forcë në shenjën tuaj dhe kjo nuk është thjesht një lëvizje qiellore, por një kurorëzim i vërtetë. Për një muaj rresht ju do të jeni mbretërit e skenës, ti mënyrë të jetës tuaj që askush zguxon t'ju ndalë. Energjia juaj do të shpërthejë si vulkan dhe sytë e botës do të jenë të ngulitur tek ju me admirim. Edhe Mërkuri, që për pak ju ngataroi gjuhën, sot kthehet në rrugë të mbar. Ato nyje që deri dje ju kanë mbytur do të zgjidhen si me magji. Informacione të arta do të bien në duart tua dhe errësira e dyshimit do të fshihet nga drita e qartësisë. Ju jeni të lindur për të udhëhequr dhe tani pengesat thjesht po avullojnë. Përgatituni sepse epoka juaj e artë sapo filloi dhe asgjë nuk ju ndal më. Demi. Të dashur Dem, sot vjen dita që prisnit, lëshoni një pshërëtim lehtësimi, sepse mjergulla po tretet. Mërkuri që ju solli aq shumë kokçarje dhe keqkuptime këto javë, më në fund zëvend dhe kthehet mbar. Planet që kishin mbetur pezull dhe miqësitë që uftohen pa arsye do të marrin një hovë të ri dhe të fuqishëm. Por dëgjoni me vëmendje, sepse dielli po hyn në shtëpinë tuaj të 12, duke ju ftuar në një udhëtim shpirtëror që vetëm të zgjedhurit e kuptojnë. Ky muaj është koha për të rikarikuar dhe për të ëndërruar me sy hapur, për të shëruar çdo plagë të vjetër. Mos nxitoni me fjalë sot, por lëreni shpirtin të pushojë në qetësi. Qartësia po vjen drejt jush, si një lum i qetë, dhe shumë shpejt do të shikoni frytet e këtij reflektimi. Jeni në prag të një rilindje të brendshme madhështore. Binjakët. Përgatituni sot, sepse po ndodh kthesa e madhe. Mërkuri, udhëheqësi juaj, po del nga prapavia dhe kjo do të thotë se mjergulla që ju kish zënë syt në punë dhe karrierë do të zhduket brenda natës. Nuk ka më dyshime për drejtimin. Rruga juaj po ndriçohet me një dritë të fortë dhe të qartë. Çdo gjë që ishte bllokuar në shtëpi apo në ambicet tua profesionale tani do të marrë një shpejtësi marramendse. Dielli po zhvendoset në sektorin e ëndrave dhe miqësive, duke ju dhënë fuqinë që të jeni shpirt i çdo grupi. Ju do të jeni personi që të gjithë do të kërkojnë për këshilla dhe bashkëpunim. Ky muaj do t'ju bëjë të realizoni dëshira që i mendoni të pamundura. Besoni tek forca e grupit dhe sharmi juaj unik, sepse fati po ju buzëqesh. Gaforja. Ngrini kokën lart, gafore. Dielli sot ngjitet në pikën më të lartë të qiellit tuaj. Ky do të jetë një muaj triumfi, koha kur bota do të njohë vlerat tua dhe do të përkulet për ambicet që keni ushqyer në heshtje. Do të jeni në qendër të vëmendjes dhe çdo përpjekje juaj do të marrë vlerësimin që meriton. Lajmi tjetër i madh është se Mërkuri po kthehet bar, duke i dhënë fund vonesave në udhëtime, shkresa apo studime. Nëse deri dje ndiheshit sikur po ecit në baltë, sot rruga po bëhet më e shtruar me rrogica të kuqe. Vendimet që do të merrni tani do të jenë të sakta dhe të goditura. Hiqni dorë nga gabimet e vjetra, sepse ardhmja po ju thërret me zë të lartë. Ju jeni gati të pushtoni majet dhe asgjë nuk mund të ndalë marshimin tuaj drejt suksesit. Luani. Të dashur Luan, dielli, udhëheqësi juaj i zjarrt, po hyn në një harmoni të përsosur me shenjën tuaj. Për një muaj rresht, shpirti juaj do të kërkojë liri, aventura dhe dituri të reja, që do t'ju zgjerojnë horizontet. Ky është momenti për t'i treguar botës se sa larg mund të shkojë një Luan kur ka vizion. Edhe Mërkuri po kthehet në rrugë të drejtë duke zgjidhur çdo lloj ngatarrese financiare apo problem në marrëdhëniet tua më të ngushta. Ato bllëkime që ju lanë në ankth po shkrinë si dëbora në diell.
Shpejt ju do të keni në dorë shifra dhe fakte të qarta që do t'ju bëjnë të ndjeni sërish zot të situatës. Mos u nxitoni të flisni sot, por përgatituni për negociata të suksesshme që do t'ju mbushin xhepin dhe shpirtin. Fuqia juaj po rritet me çdo orë që po kalon. Virgjëresha. Të dashur vëzhgues të holl, koha e dyshimeve po merr fund. Mërkuri, planeti juaj, më në fund po kthehet mbar dhe kjo do të thotë se komunikimi juaj do të bëhet i mprek. Çdo projekt që kishte zënë pluhur në sirtar do të marrë jetë, sepse informatat e duhura po vinë drejt jush. Por dëgjoni me kujdes. Dielli po hyn në shtëpinë tuaj të tetë, duke ju dhënë një fuqi pothuajse mistike për të parë drejt të dukshmes. Ky muaj do të jetë një transformim i thellë për ju, ku do të kuptoni sekretet e marrëdhënieve tua dhe do të shëroni shpirtin. Edhe pse mund të ndiheni pak më të tërhequr, vëzhgimi juaj do të jetë i pagabueshëm. Mos firmosni asgjë me nxitim sot, thjesht pritni të vërtetat që do të dalin në shesh. Jeni duke u bërë më të fortë dhe më të mençur se kurrë. Peshorja. Të dashur peshore, përgatitu për një shpërthim social. Dielli sot po hyn në sektorin tuaj të partneritetit për një muaj rresht. Jeta juaj do të ndriçohet nga bashkëpunimet dhe takimet fatlume. Syt tua do të shohin qartë nevojat e të tjerëve, duke ju bërë magnet për njerëz të rëndësishëm. Lajmi akoma më i mirë është se Mërkuri po kthehet përmbar, duke ju zhbllokuar çdo pengesë që kishit në punë apo me shëndetin. Vendimet që deri dje ju dukeshin si male të pakëpërcyeshme, tani do t'i merrni me një lehtësi të madhe. Çdo gjë po fillon të rrjedh lirshëm dhe ato projekte që kishin ngecur do të marrin një drejtim të shkëlqyer. Kini vetëm pak durim sa të kalojë rrëmuja e fundit, sepse ardhmja e juaj me të tjerët do të jetë më ndritshme se kurrë. Jeta juaj po gjen një ekuilibër. Akrepi. Sot fillon koha e rregullit dhe përmirësimit të madh. Dielli po hyn në sektorin tuaj të punës dhe shëndetit, duke ju dhënë një vullnet për hekuri për të ndryshuar çdo zakon që nuk i shërben më. Do të jeni aq të vëmendshëm ndaj detajeve sa askush nuk do t'ju mashtrojë dot. Por mrekullia e vërtetë vjen nga Mërkuri, i cili pas javësh të tëra prapavije, sot kthehet mbar në çështjet e zemrës dhe krijimtarisë. Mjergullat që kish zbuluar romancat apo projektet tua kreative do të zhduket. Do të lehet vend për një qartësi totale. Informacione të reja do të dalin në dritë, duke ju çliruar nga çdo peshë e panevojshme. Edhe pse sot mund të keni pak kaos, dije se rruga po pastrohet dhe ju shkëlqeni në çdo gjë që bëni. Efektshmëria juaj do të jetë legjendare këtë muaj. Shigjetari. Gëzoni o shpirtra aventurier, sepse qielli po rreshtohet që ju të jeni më të lumturit e botës. Një cikël i ri diellor po fillon për ju, duke ju sjellë një muaj plot argëtim, romancë dhe shprehje të lirë të shpirtit tuaj. Dielli në shenjë plotësuese do t'ju rrisë besimin tek vetja në nivele mahnitse. Lajmi tjetër i madh është se Mërkuri po kthehet mbar, duke i dhënë fund keqkuptimeve që kish pasur në familjen apo disa ngecjeve që mund të keni patur në shtëpi. Bisedat që deri dje ishin si një gjuhë e huaj, tani do të bëhen të qarta dhe të kuptueshme. Projektet që kishit lënë përgjysmë në banesë do të marrin një hov të ri. Edhe pse sot të duhet të kursesh pak energji dhe mos nxitosh, dije se je në prag të një periudhe ku çdo gjë që do të prekni do të kthehet në art. Jeta juaj po fillon të marrë ngjyra të mrekullueshme. Britsjapi. Të dashur punëtor të palodhur, sot fokusi juaj kthehet te rrënjët dhe forca e brendshme.
Dielli po hyn në shtëpinë tuaj të familjes, duke ju dhënë një kohë prej 1 muaji për të ndërtuar paqe dhe siguri në kështjellën tuaj. Është koha për t'u lidhur me zemrën dhe me njerëzit tuaj të dashur. Por dëgjoni dhe një lajm që do t'ju gëzoj. Mërkuri po kthehet mbar dhe vonesat të tmerrshme që ke patur lidhje me udhëtimet, lidhje të ndryshme, romancë, madje ju kanë nxjerrë nga vetja, tashmë po marrin fund. Gjërat do të fillojnë të lëvizin me shpejtësi dhe mendja juaj do të jetë e pastër si kristali. Ndiqni intuitën tuaj sot, sepse ajo ka mesazhe të vyera për ju. Edhe pse ndryshimi mund t'ju duket pak konfuz në fillim, dijeni se po hidhen themelet për sukseset tua të ardhshme. Çdo pengesë po hiqet nga rruga juaj për të bërë përpara. Ujori. Të dashur ujor, vizionar të zodiakut, përgatituni se motorët tuaj po ndizen me fuqi maksimale. Dielli po hyn në sektorin tuaj të komunikimit, duke ju dhënë një muaj plot entuziazëm, takime dhe ide që do të ndryshojnë botën tuaj. Do të jeni kurështar dhe të etur për të mësuar, dhe çdo lidhje e re që do të krijoni do të jetë si një shkëndi zjarri. Akoma më shumë, Mërkuri po kthehet në një rrugë të mbar nga prapavia e tij e gjatë dhe e lodhshme. Problemet me paratë dhe ato dilemat që ju bllokuan vendimarrjen do të zhduken shumë shpejt. Do të ndjeni sikur jeni të pajisur me mjetet e duhura për të vënë në jetë planet tua gjeniale. Edhe pse sot duhet të jeni pak të kujdesshëm me fjalët, dijeni se shumë shpejt çdo gjë do të shkojë në vendin e vet. Energjia juaj është e pandalshme dhe suksesi po ju pret te pragu. Peshqit. Të dashur peshq ëndrrimtar, po vjen mrekullia që keni pritur. Mërkuri që bëri lamsh mendimet tua për javë të tëra në shenjën tuaj më në fund po kthehet përmbar. Kjo do të thotë se bota do fillojë t'ju kuptojë sërish dhe fjalët tua do të kenë peshën e duhur. Tensioni do të zhduket dhe ju do të shihni gjërat me një qartësi që ju kish munguar. Ndërkohë, dielli po zhvendoset tek dashi, duke ju hapur një muaj të artë për financat tuaja. Është koha të merrni në dorë fatin e parave tua dhe të përdorni talentet e tua për të ndërtuar diçka solide. Edhe pse sot mund të ndjeni paksa të hutuar nga ndryshimi i drejtimit, besoni se çdo gjë po rregullohet për mirë. Ju po dilni nga mjergulla e fortë për të pasur një vend më të sigurt në veten tuaj. Pasuria po vjen drejt jush. Ky është horoskopi për datën 20, ju uroj një ditë sa më të mbar, fat në dashuri, suksese në punë dhe një shëndet sa më të mirë.